Pastaj sadakaja bëhet edhe shpëtim në ahiret. Pra e ka këtë ndikim. Allahu ka caktuar që përmes sadakas ne të shpëtojmë në ditën e gjykimit. Prandaj thot Allahu në Kur'an: "Ma tunfiqu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Nuk ka mundësi që ju me dhon diçka, me shpenzu nga pasuria juaj, vetëm se Allahu do ta zaventësoj atë. Pra do ta kompenzoj Allahu. Dhe ai është furnizuesi më i mirë. Dhe kjo na mëson se çdo dhuratë për hir të Allahut shpëton dhe e rrit pasurinë tonë, e begaton ata, duke filluar nga pasuria shpirtërore, sepse dordhënia dëshmon për pasurinë e shpirtit të besimtarit. E dyta, kjo bëhet mburoj në ahiret, shpëtim në ahiret dhe gjithashtu dëshmi imanore. Prandaj në një hadith tjetër thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: "As-sadaqatu burhan." Sadakaja është argument, është dëshmi e çkafit, dëshmi e imanit, sepse jo çdo kush është në gjendje me dhënë për pasurisë e tij, vetëm ai që ka iman, vetëm ai që ka vlerë imanore. Prandaj besimtarët e Allahut shquhen historikisht nga gjenerata e parë, duke filluar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si dordhansa, si bamirsa, si bujar. Ju e dini mirë se pejgamberi Allahut nuk ka qenë çdo herë i varfër. Ka pas periudha jetësore që ka qenë shumë i pasur, por asnjë prej pasurive që e ka poseduar nuk e ka mbajtur për vete. Gjithë i ka dhënë. Dhe në fund të jetës tij, e vetmja pasuri që e ka lënë pas vetes ka qenë vetëm një gjybe që e ka pas për qefi, gjybën e Hadramautit, e ka pas dhurat, edhe një parzmore që e ka lënë si hipotek tek ai qifuti, kur i ka marrë borxh, edhe në rast se s'mund me ta kthy borxhin, ja ka lënë si hipotek parzmorën. Pra edhe çat parzmorën nuk e ka pas vetën. Se në momentin që ka dhënë shpirt, atëherë e ka mbajt qifuti si kompenzim për borxhin që e ka pas pejgamberi Allahut ndaj tij, në mënyrë që ai mu barazu para madhërisë së Allahut. Pra e vetmja që ai ka mbet ka qenë gjybja. Para mendone, një pejgamberi Allahut, një lider i fuqishëm, i cili në majat e suksesit dhe të pasurimit material, ai i ka dhënë krejt në rrugt të Allahut. Kushdo që i ka ardhur në shtëpi dhe i ka trokit, i ka kërkuar diçka, ka qenë e pamundur me e kthy pa diçka. Kushdo që ka ardhur i ka kërkuar, i ka dhënë me aq sa ka pas mundësi, derisa krejt i ka dhënë në rrugt të Allahut. Pse ai këto i ka pa investim për shpirtin e tij, i ka pa investim për ahiretin e tij.